Policia e Tiranës ka finalizuar gjatë 24 orëve të fundit 2 operacione kundër mbajtjes pa leje, duke arrestuar 3 persona e sekuestruar 3 armë zjarri, një armë gjau e qindra fishek. Operacioni i parë, i koduar Shenja, u zhvillua nga Forca e Posaçme Shqiponia në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë numër 4. Në rrugën e Dibrës u arrestuan 2 shtetës, 31 dhe 43 vjeç, të cilët lëviznin me automjet. Gjatë kontrollit, 31 vjeçarit u gjet një pistolet me municion, ndërsa nga verifikimet rezultoi se 43 vjeçari kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Në një tjetër operacion të koduar Kodra, specialistët e Komisariatit të Policisë numër 6 arrestuan një 69 vjeçar në fshatin Kodër, Kashar. Gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën një pistolet me municion, një armë gjau, 112 fishek, të cilët sipas policisë dyshohet se mbashin me qëllim shitjen. Në total gjatë 2 operacioneve u sekuestruan 3 armë zjarri, mes tyre 2 pistoleta e një armë gjau, si nga qindra fishek. Materiale procedurale janë referuar prokurisë së Tiranës, e cila do të vijojë hetimet për zbardhjen e plotë të rasteve.